televizave të ndu që ka bo mirë të, nuk së tha. Pra që kur sa PZA apo janonën tjetër ka me ta këty me të njëtat fjallë, se s'ka ndryshu ligji. Kjo strukturë, po veç të ndodhë, po veç të që certifiku me që di. Mendoni nëse një partit e tjera politike më bo bashkë, me thonë alianca nuk e certifikohet. Po, se nuk është e njëta. Se lista sërbe aktualisht nuk është e shpallë në terroriste. Natyrisht, ka me flasë me gjendje faktike. Qeverisë për me shpallë, nuk e ka shpallë. Nëse gjendja faktike... I vynë se ka oksigen listën sërbe, dhe dëndohë se ka oksigen listën sërbe, pa to së njëton. Nuk mund të funksionojë. Pa listën sërbe ka pos 50% vota, pa pos të target, dhe ka pos 50%. O si njëti Albin që e ka labu Oliverin, Rakishin, madje për gjurishin ka thonë kanë gabu që kanë kërë zhagë. E kanë thonë një medium sërbë. Nuk mundesh me lutë të thonë me një ftyra, se nuk shëtarët e lezojnë situatën. Ja, më vëndë se flosim kësisuj, nuk konsideroj që mund të jemi fort të saktë. Sepse? Po saktë jem saktë, kanë ndosë që të Po në perspektive time po flasë, për një arsye. Sepse pa listën serbe si target, lëvizjave të ndosë i ka pos 50% votave. Me listën serbe si target i ka pos 42. Ja, të gjithmonë i ka pos target. Po i ka pos më shumë vota atër kërë se ka pos target ka shumë. Gjithmonë i ka pos. Po ju që ka shumë. Por nëse do t'ishte kjo, atër e prapë të kishte 52% vota, ose 50% të votave. Qëka unë po du me thonë nërse, kjo konsideroj që është shterpë si strategji. Unë konsideroj që nuk është leximi i dur, si target. Si target. 5 vjet s'ka punu. Ja kjo është them tjetër, na po flasim për çetim. Megjithatë, partitë e opozitës që nga rasti i Banjskës vazhdojnë ta kenë këtë qendrim abstenues ndaj listës serbe. Dëgjoni, është një problem. Ata kanë shumë, që për shembull, pse se kanë votuar në kryetar të kuvendit, ose kur fjalë, ose pra çfarë do të më thonë? Tu në kryetar të kuvendit. Jam falë. Garovet e listës serbe kanë votuar. Se kanë votu për shkak që janë frigu nga dëshkimi po vlet. Unë mendoj se kanë qulojnë dojnë fund Albin Kurti. Po kjo nuk e përjashtën faktin që këta nuk dojnë me marrë këtë përsipër. Po se përjashtën, po se përjashtën. Po se përjashtën. Ai mendoj që po vepron drejt. Po që ke pilën 20% partitë. Ti duhet më vazhdu deri në të qafje. Jo, një parti politike nuk vepron kësaj, një parti politike sigurisht kombëtorë në rrezik 5 vjet. Jo, natyrisht është e drejtë, po një parti politike serioze thotë ti ki gabim, me kësaj politike çfarë të thotë? Ai Ramushi i thotë pas përçeni ko Ramushi i thotë ti ki gabim. Këta po thonë, këta një po abstenojnë sepse po presin me ty qafën kë. Kështu e lan pasën qeverisje. Oj, kështu e lan, jo, ama partia politike serioze që ko për një me interesin politik, ai thotë sy ti ki gabim. Mbi bazën parë, jo qendrim. Për një mend. Këto partitë që kanë ndërtuar këtë shtet jo serioze. Jo, nuk kena të thonë ato na po flasim për çfarë. Unë nuk gjykoj kolektivisht njerëz, nuk po thonë çka kanë bota për shembull në atë dytën. Unë po ka dhënë për unë po flas për legjislacion, unë po flas ka thonë 2008-ën. Unë po flas ka thonë 2006. Unë flas ka thonë legjislacion. Ti e mot angazhimin në një parti politike, edhe një gjë. Nëse ti ke një kritik të caktuar ndaj një partie, na nuk po thonë që kjo tjetër ka mirë. Pra, fakti që po bëjmë një kritikë edhe për opozitën, që po thonë që kundër ka mirë. Unë po them kështu. Një parti politike që është opozitore, me gjithë këto, po bëma këtë vend, s'ka nis asnjë emocion, s'ka po pyetje parlamentare, s'ka nis asnjë interpelloncë. Që sa kohë në përshtypje televizive, flasim për listën serbe për verën. Jo, na si na shliru, saktë. Kur ti voti për herë të fundit për arsim, për shëndetësi, për ekonomi, për turizëm, për çmime të larta, për energji. Dorëntina e din. Energjinë në Kosovë na ka marrë çka. Unë dorëntina e din. Këtë tema më transishme se çka. Se lista serbe. Po pra, super. E kush i ngrit këtu? Përveç neve, partitë politike. Jo, po ta imponon temën. Po jo, po s'ka nevojë. Pse ti s'fol për arsimin? Pse s'fol për politikën e jashtme? Tema ti bën në studio. Këtë realisht është kritikuar, janë kritikuar partitë e opozitës kanë ngritur ai po pret Ja i kanë ngritur. Zeta fitoi me kauza. I kanë ngritur. Çdo çka ka bëu opozita, e ka rujt Republikën e Kosovës për Albin Kurti, edhe kushtetutën. Sepse krejt vendimet që ka dashur me skej kushtetutën kanë qenë në gjykatë kushtetuese dhe kjo çfarë do Republika. Kjo është kushtetuta se ka parti politike. E kanë bërë kushtetutin e Republikën për Albin Kurti. Jo, s'ka qenë pyetjet parlamentare, interpellancat. Po s'ki pas kuvend tash. Jo. Po flasim për 4 vjet sa ka qenë. Apo flasim për kritikë për gjithë. Që shën marr. Dorëntina super parlamentare. Që shën gjykatë kushtetuese nisma që ka shkel. Pyetje emocioneve të besimit, pse se kanë bërë ato? Mund të ka pas shumicën absolute. Megjithatë nuk kanë qenë mjaftueshëm të ashpra ndaj Muhaxheri. Nuk kanë qenë mjaftueshëm të ashpra partitë e opozitës në lidhje me çështjet që kanë ngritur. Unë jam ndër fakt që kam kritikuar për opozitën, ish opozitën për opozitën që ka bërë. Çto po thonë ana? Çto po thonë ana? Unë jam tip pak edhe impulsiv edhe kam qenë me pas një opozitë më agresive. Çka unë mendoj që ata i kanë trajtuar këtë çështje. Po si kanë qenë deri në fund, si kanë trajtuar deri në fund. Apo ndoshta ne si qytetarë jemi mësuar të kemi opozitë agresive, siç e quajtë, duke qenë se
kur ka qenë lëvizjave të vendosje në opozitë ka qenë mjaft e zëshme Unë nuk pres për partive ish opozitare, as nuk dua me qenë asnjëherë si opozitë e vetëvendosjes, siç ka qenë vetëvendosja. Por ata që kanë mujtë me bëu partitë ish opozitar, ka qenë shumë më shumë se sa kanë bëu. Ajo që kanë bërë, ato e kanë trajtuar secilin temë, secilin rast, secilin aferë, secilin skandal e kanë trajtuar, por nuk e kanë bërë në opinion gjatë, e kanë përfunduar me një konferencë, me një status Facebook, edhe ashtu ka përfunduar. Ka mos i konferencë për Ajo dy që është rëndësishme. Për shembull, kur ka mos për dy konferencë. E kemi përmendur këtë në njërin nga edicionet. Nëse ti çosh si vetëvendosje, me fol për listën serbe, e shefit grupit parlamentar e kipasmi Moza Kosarin që koordinu për ligjet transishme të Republikës së Kosovës me Radojqiqin, për pagën e veteranëve, për një gjyqtar në gjykatën kushtetuese, dhe ai sot ka guxim me thonë ju jeni me listën serbe. Apo kjo është e pakuptim, e këtë potez nuk e ka shfryzuar sa duhet opozita, ka mujt me mbajt deri sot atë në gjallë. Edhe pse ato kanë ndodhur, ne kemi pa me vesh me figurin pas endet. Përndryshe, më shumë ka argumente që vetëvendosja ka bashkëpunuar me listën serbe se këto parti tjera që po thojnë këta. Dorentina, shumë e rëndësishme është që ne do të mi trajtu në mënyrën institucionale çdo mekanizëm, çdo subjekt politik, apo ndoshta edhe shpeshherë edhe ndonjë organizatë tjera edhe në veprimit, ndoshta edhe jo qeveritor. Që kanë shumë e rëndësishme për mua, ne do të muruajmë nga kosto që mund të kemi nga këto veprimet pa kujdesshme, pa motra, sepse cilët ju shterpe mos se rezultati i kurrë, mas 2 ditë ka me certifikuar. Cilët ju të duhura të një institucion kur e din se çfarë përgjigje kemi marrë nga ajo që mund të kesh një veprim jo të mirë, neve na kushton kostën në veprim, sidomos në atë aspektin e mos trajtimit të drejtë edhe të organizatave ndërkombëtare që trajtojnë